أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salatet dhe selamet, përshëndetet, duat, lutjet tona më të mira janë për zotërinë e gjithë bijve të Ademit alayhis salam, vullën e gjithë pejgamberve, Muhammedin të birin e Abdullahut. Duat tona, lutjet tona janë edhe për shokët e tij, sahabët e tij të ndershëm me të cilët Allahu Teala ishte I kënaqur me ta dhe ata ishin të kënaqur me Zotin e tyne dhe pejgamberin e tyne, si dhe lutjet tona më të mira shkojnë për të gjithë ata të cilët e pasojnë fjalën e Allahut dhe sunetin e pastët Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot jemi takimin tonë të radhës ku jemi duke u mundu me fol për disa prej gabimeve që namazlit, ata që falin namaz, e bëjnë në namazet e tyne. Namazi është shtyllë për shtyllave të Islamit dhe është shej për shejeve të muslimanit. Një për shejeve dalluese të një muslimanit për një jo muslimanit është namazi I tij. Dhe kjo neve na bën që të dallohemi prej të tjerëve. Si do të dalloheshim në këtë dhe në botën tjetër nëse edhe ne do të ishim pa namaz, nëse edhe ne nuk do të përkuleshim dhe nuk do të përuleshim krijuesit ton I cili ka kërku prej neve që t'i bim sejdë madhërisë së tij. E sot për fat keq shohim shumë të cilët nuk falin fare namaz, apo shohim edhe një numër të konsiderueshëm të muslimanëve të cilët falin namaz vetëm një herë në javë, ditën e Gjuma, apo disa të tjerë falen vetëm në Ramazan, apo dhe disa të tjerë të cilët falen vetëm gjatë bajramave, duke mendu se vetëm këtë formë shprehin përkatësinë e tyre fetare islame. Namazi është urdhën I Allahu Teala. Wa aqimis salah. Allahu Teala thot dhe falne namazin. Namazi është urdhën I krijuesit tënd, I Zotit tënd, dhe e fal në mënyrën siç e ka fal pejgamberi I Zotit, I cili është dërguar për Allahu Teala për me na mësu formën e namazit. Sallu kama ra'aytumuni usalli, faluni që më shihni mu duke fal namaz, tha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ne nuk mund të adhurojmë Allahun Teala në formën si dojmë ne, për ne duhet adhuru Zotin ton në formën siç na ka kërku krijuesi ynë Allahu Teala dhe siç na e ka mësui dërguari I tij Muhamedi alayhi salatu wassalam. Prej çështjes përgatitjes për hyrjen në namaz, të abdestit, pastaj marrjes së tekbirit fillestar duke thënë Allahu Akbar dhe futjes namaz deri në teslim, dhënien e selamit kur edhe përfundon namazi, ne jemi të obliguar të pasojmë të dërguarin Allahu Teala që Allahu e ka dërguar për me na mësu neve fen e tij. Prandaj tha Allahu Teala: "Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana", dhe ju dërguarin Allahut e keni shembullin më të mirë. Andaj dhe jemi të obliguar me pasu Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Po ja që për fat të keq, njerëzit ndonjëherë me qëllime të mira, apo me qëllime edhe të këqija të disa munafikëve, hipokritëve, dyftyrshave të cilët pretendojnë që janë pjesëtar të fesë islame, e futen radhët e muslimanëve dhe pastaj mundohen t'u ndrojnë aty në fen që ju ka zbrit prej Zotit të tyre, shohim devijime. Një prej devijimeve të këtilla, për fat keq është edhe devijimi I disa njerëzve, grupimeve të caktuara që pretendojnë të jenë pjesë të Islamit, të cilët falin namaz dhe në sejdë vendosin copa të gurit, pllakave, në cilën e bëjnë sejdën mbi to.
E kjo nuk është një tradit që ne ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe si e tillë nuk zbatohet në namazin tonë. Gjejmë tek shiat rafidit të cilët marrin dhe mendojnë se të falurit e namazit në një copë e bërë në një plaks të vogël, e bërë prej dheu të Qerbelas, duhet që me falë namazin mbi të. Kjo s'ka qenë kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. S'pare duhet ta theksoj një gjë. Shejtrimin e vendeve e bën Allahu Teala. Është Zoti ynë që për shembull e ka shejtru Mekën, e ka shejtru Medinën dhe e ka shejtru teritorin e Mesjidit Aksas. Se Allahu Teala na ka tregu edhe në Kur'an, sikur që është rasti Mesjidi Aksas, apo edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam kur thot Allahu para se me kriju qiejt dhe tokën e ka shejtru Mekën e bekume. Do thot shejtrimi i vendeve bëhet prej Allahu Teala, jo prej qefeve tona. Mund ta du vendin tim që është shumë e natyrshme dhe mendoj se secili prej neve e don vendin në cilin është lind dhe është rrit dhe ka prej ardhen. Mirë po të mendosh se kjo është e shejt, këtu është gabimi. Shejtrin ja vën Allahu Teala. Prandaj edhe i kemi Mekën, Medinën dhe Mesjidin e Aksan, këto tri vende të cilat janë shejtru nga ana Allahu Teala dhe ibadetet, adhurimet në të janë të shumë fishume sevapet dhe shpërblimet e namazeve që falen në ato vende. Për shembull, një namaz i falur në Kabe e ka vlerën e 100.000 namazeve të falura në vendet tjera, sikur që falemi neve në xhamiat e vendit tonë. Një namaz në Kabe është sa 100.000 namaze që i falim në vendin tonë. Një namaz i falur në Medinë në pejgamberit alayhi salatu wassalam, në xhamin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, është sa 1.000 namaze të falura në vendet jashtë xhamis pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe një namaz i falur në Mesjidin e Aksa, Allahu na mundsoft me fal namazin të, është sa 250 namaze të falura jashtë asaj xhamie të bekume që Allahu Teala e ka beku dhe e ka shejtru. Me përkundër shejtrimit të këtyre vendeve, është e ndaluar që të merret ndoj pjesë e dheu të saj apo e gurësve të saj. Është ndaluar me Islam. E ka ndaluar Resulullahi sallallahu alaihi wasallam me urdhën të Allahu Teala që dikush të merr tokë prej tokës së shejt të Mekës, të Medinës, apo edhe të Mesjidit Aksas. Këto janë toka të bekume nga ana Allahu Teala dhe është mirë që të shkohen, të vizitohen dhe kanë shpërblime të mëdha. Por as se si të merret diçka prej saj, qoftë prej dheut të saj, gurësve të saj, të këtyre tokave është fjala, apo edhe degve, pemëve, është fjala për drun me thy dhe me marrë diçka prej atij vendit dhe me qitë në vendet të tjera në emën të shejtrisë atyre vendeve. Dhe elhamdulillah që e ka ndaluar Islami një gjë të tillë. Për arsye se paramendoni me pasqenë e lejuar kjo gjë mes neve dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam janë diku gati 1450 vite. Para 14 shekujve gjysëm, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë në Medinë. Dhe të thu Mekë dhe Medinë është fjala, të thu që lejohet me marë, po të kishte qenë lejume me marë prej atyne vendeve të bekume, ma mërmende derim tani Zoti e din sa minierat kishin me u bën të dhe njerëzit me i keq përdor në emët të tregtive të ndryshme. Për me shit gur të vendeve të shejta, me shit dhe, me shit bim, me shit deg, dhe gjana të tjera të ngjashme. Për Islami e ka ndaluar. Sa njëri do të mundohej që të bën të kësi guraleca,
sikur këtë grupimit të shiitëve, të cilët bëjnë guraleca nga Kerbelaja. E Kerbelaja është vend në të cilën ka ndodhur një prej zullumeve të mëdha në historinë islame, në të është vrarë nipi pejgamberit alayhi salatu wassalam, Husaini radhiyallahu anhu, nipi i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, djali i Aliut dhe Fatimës radhiyallahu anhuma. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Këtu ka ndodhur një zullum që është vrarë me pa të drejtë nipi pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe me të janë vrarë edhe dhjetëra të tjerë të përkatësisë ehli bejtit, familjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam, nga njerëz zullumçar, të cilët më vonë janë dënu nga halifja i muslimanëve dhe janë ekspozu kokat e tyre edhe në Damask, në xhaminë e Emevidëve, për me qenë shembull për tjerët se këta kanë qenë zullumçarët që e kanë bërë zullumin. Dhe ky zullum pa kur ndryshe duhet të etiketohet i tillë dhe do të ketë llogaridhënie për këtë zullum ditën e gjykimit para Allahu Teala, për ata zullumçarë të cilët e kanë bërë këtë zullum. Tregimi është i gjatë, unë nuk po futem në çështjen e tregimit se si ka ardhur deri te ndodhia e Kerbelas, që është një vend në territorin e Irakut të sotshëm. Por të merret të shejtrohet ajo tokë në cilën është bërë zullum një familjarët pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe të merret copë e tokës për asaj toke dhe të mendohet se është tokë e shenjtë që unë në sejdë duhet të bi në këtë tokë dhe është shumë e vlefshme namazi, sejdëja nëse e bëj une në një plaks të bërë prej baltës dheut të tokës së Kerbelas, kjo është ndaluar në islam dhe nuk ka kurfar baze fetare. Thash më herët që po të kishte qenë leju me një gjë e tillë, kishte me ju leju pejgamberit alayhi salatu wassalam me bë plagza prej tokës së bekuar të Mekës apo të Medinës apo të Mesjidi Aksas. Por nuk është leju umetit pejgamberit alayhi salatu wassalam një gjë e tillë, përkundrazi ka ardhur ndalesa që të mos merret asgjë prej kësaj toke dhe të mos qitet jashtë territorit të haremeve, se edhe Mekja, edhe Medina, edhe Mesjidi Aksa e kanë vinë e haremeve të tyre, se deri ku janë kufit e kësaj toke të bekume. Prandaj një prej gabimeve që e bëjnë grupime që pretendojnë që i përkasin islamit është edhe çështja e të falurit mbi këta goralica. Po ashtu një prej gabimeve që për fat keq shohim të ndodh në territoret tona është falja e namazit në xhamia në të cilën ka varreze. Falenderimet i takon Allahut që jemi musliman dhe falenderim të parë tonë të cilët kanë përqafu këtë fe të pastër të islamit dhe lutim Allahun Teala që të qëndrojmë besnikërisht deri në frymën e fundit dhe deri në ditën e Kiametit në fenë e tij të zgjedhur, fenë e pastër islame, dhe të mos devijojmë as popullin dhe as pasardhësit tonë deri sa takojmë Zotin tonë dhe në përfundimin e kësaj bote. Lutim Allahun që ezani, thirrja se Allahu është më i madhi, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Zoti është më i madhi, s'ka Zot që meriton mu adhuru me drejt veç Allahut t'jehoj deri në ditën e Kiametit në tokat tona. Mirë po, ka qenë një tradit jo e mirë në të kalumen që janë marrë tradita e futjes së njerëzve në oborre të xhamive. Dhe sot për xhamive të vjetra ekzistuese që i shohim te ne, gati se nuk ka xhami që nuk ka në oborrin e saj prej muslimanëve të varrosur që kanë qenë ose për xhallarëve të xhamis, ose prej njerëzve eminent të kohës që kanë jetuar, ose prej hafizave dhe njerëzve të devotshëm, bamirësve të ndryshëm, të cilët për kontributet e tyre që i kanë bën rrugën Allahu Teala, pozitat e tyre që i kanë pas,
inshallah edhe tek Zoti, po pastaj edhe tek njerëzit, jenë nderu duke i varros në oborët e xhamive, që është gabim. Dhe një gjë të tillë e ka ndaluar Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo ja që me kalimin e kohës njerëzit kanë deviju nga mësimet e pastërta profetike të Muhamedit alayhi salatu wassalam, e i cili ju ka ndaluar shokëve të tij që të madhërohen varrezat e të vdekurve. Para së gjithash, varri i vetë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, Gjundub ibn Abdullah al-Bajali thot, 5 ditë para se pejgamberi alayhi salatu wasalam të ndronte jetë, para se me vdek, e dëgjova duke thënë në një hadith pak më të gjatë, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu më ka zgjedh mu Khalil, më ka zgjedh mu për mik, ashtu sikur që e zgjodhi Ibrahimin a.s. mik. Ibrahimi a.s. ka qenë Khalilullah, që është shkallë prej shkallëve më të larta të miqësisë, të afërisë, që Allahu Teala ja ka atribu vetit që me marrë dikon prej krijesave të veta dhe me dallu nga krijesa tjera. Dhe Ibrahimin a.s. e ka bë Khalilullah, mik të afërt, zate ashtu e ka veçu që pas Ibrahimit a.s. të gjithë pejgamberët që kanë ardhur kanë qenë të vizë gjenetike të Ibrahimit a.s. Të gjithë pejgamberët kanë ardhur nga vija e Ibrahimit a.s. është fjala pas Ibrahimit a.s. Dhe po ashtu Allahu Teala e ka zgjedhur Muhamedit alayhi salatu wassalam si Khalilullah, mik të vetin të afërt. Mi po këto pejgamberi sa po të mishte leju mund të marrë dikënd në atë pozitë, ta quaj Khalil, të afërt timin, mik të afërm, që e ka pas shokun më të ngushtë, Muhamedi alayhi salatu wassalam ka pas Ebu Bekr radiallahu anhu, dhe cilin e ka pas shok të fëmirisë, se ka pas vetëm 2 vite dallim në moshë, dhe për cilin ka thënë pejgamberi sallam, po të kishte pas pejgamber pas meje, ky do të kishte qenë Ebu Bekri radiallahu anhu. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk është leju që të merr njerëz në pozita të tilla, sikur që Allahu Teala ka marrë për krijesave të veta. Mirë po, u atërhoqi vrejtën Resulullahi sallallahu alaihi wasallam umetit të tij. Dhe u tha, vini rej, tu atërheki vrejtën. Këto ishte 5 ditë ky fjalim para se me vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ata që jetun para jush i kthyn varret e pejgamberëve të tyne në vend faljeje. Kini kujdes, mos i ktheni varret në faltore, sepse unë u andaloj juve një gjë të tillë, tha pejgamberi sa në hadithin që e transmeton Imam Muslimi sahihun e tij dhe në sahihun në Sunan al-Kubra, në sunanin e tij. Dhe thot e ka ndaluar Resulullahi sallallahu alaihi wasallam që të merret dhe të ndërtohet mbi varrin e pejgamberit alayhi salam dhe të shndrohet varri i tij në faltore. Dhe jo vetëm varri i tij, po e ka ndaluar, sikur që do të shohim tani në vazhdim, çdo varr, pa më parasysh e cilit dietar është, e cilit njeri të devotshëm i njohur për devotshmërinë, besimtar të mirë, të sinqert, është varri i tij, nuk lejohet që të ndërtohet mbi ta faltore, xhami ose të ndërtohet që e quajmë neve në popull tyrbe. Edhe të veçohet prej tjerëve që çka është ky? Është tyrbja e filan babës, filan shehut, filan hoxhës, filan alimit, dietarit, edhe me qenë e veçuar nga varrezat e tjerëve. Shënë varrezat e sahabëve, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, janë diku rreth 10.000 varre, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, në varrezat e Bekis në Medine. 10.000 janë të varrosur, dhe sot e kësaj dite dihet pjesa nga cila anë e Xhenetul Bekis, varrezave të Medines, gjenden ato varrezat dhe janë të rrethume, atyne nuk varroset askush mbi ta, përkundër asaj që kanë kalu mbi 14 shekuj periudhë, mirë po, ato dihen që janë varrezat e sahabëve. Aty është i varrosur edhe Uthmani radiallahu anhu, aty është i varrosur edhe Fatimia
vajza e pejgamberit alayhi salatu wassalam, aty janë shumica e grave të pejgamberit alayhi salatu wassalam të varrosura, aty janë fëmijët e pejgamberit alayhi salatu wassalam të varrosur, por asnjëri nuk e ka tyrbën apo nuk veçohet prej varrezave tjera. Përkundrazi, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka mësuar që varri mos të kaloje një pllum mbi tokë. Pak vetëm dallon prej normalitetit për me ditë se është varri i dikuj, që në rastet caktume, sikur të shokët e tij pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndodhur që i ka qit një gur mbi tek koka e tij, mbi varrin e tij për me dallu me ditë cili është varri i Talhas, por jo më tepër se kjo. Dhe përkundrazi ka ndalu me shkru mbi varreza. Sot për shumë si kemi sot varrezat e muslimanëve. Sot vetëm një kryq na dallon prej varrezave të jo muslimanëve, varrezat e sodit të muslimanëve. Vetëm një kryq. Njëjtët mermere i kemi, ngjyrën e zezë të njëjtë e përdorim, fotografitë të njëjta i përdorim, rrethimin e varrit me mermere të shtrejta i përdorim, vetëm na mungon kryqi. Edhe mos me ditë se këto janë varrezat shqiptarëve musliman. Dhe kjo të ndëruar vëllezër është e ndaluar, e ka ndalu pejgamberi alayhi salatu wassalam një gjë të tillë. Dhe duhet secili prej muslimanëve të ketë kujdes për atë se si po i bëjmë varrezat. Dhe më e dhimbshme është kur sheh që sot nëpër edhe këshillat basisë islame shohim që të ne lehtësohen veprimet e cilat bijnë në kundërshtim me parimet e fesë tonë islame. Sikur që është varrimi me sandak, të futet në varr, e jo si është suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam që i qefinosën lëshohet i vdekurin në varrin e tij, e ajo pastaj inshallah i bëhet atij bafqe prej bafqeve të xhenetit, ja zgjeron Allahu Taala atë varr, ja ndriçon e ja bën me dyshek të xhenetit. Pse ti duhet që ta lëshon në një vend të betonuar, gjem të ne tani varreza në territoret tona të cilat betonohen dhe pastaj me kapake betonit dhe me arkivole lëshohen dhe më e keqja në institucion të basisë islame të qyteteve të ndryshme të Kosovës shiten këto arkivole, që është e ndaluar me ndërum vllazën sipas parimeve të islamit së përngjasi me jo muslimanin. Apo edhe korora të mëdha të luleve për me përngjasu si kur jo muslimanët. Kjo nuk ka prej traditës islame. Dhe këtu të dhem pse një institucion që e ka për obligim me spjegu fenë Allahut ashtu si që ka zbrit Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe mësimet profetike të Muhamedit alayhi salatu wasalam, që mos me u kujdes për atë se si duhet të bëhet varrimi i muslimanëve. Prandaj mos t'i varrosim vdekurit ton në këto arkivole, mos t'i shesim zyrët e basisë islame, këshillave të basisë islame, gjërat të cilat nuk përkojnë me mësimet e fesë tonë, dhe po ashtu të mundohemi që t'i mësojmë popullin tonë fenë Allahut ashtu si që ka zbrit në kohë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Sikur që thot Imam Maliku, çka ka qenë fe në kohë të Resulullah sallallahu alaihi wasallam mbetet fe deri në ditën e Kiametit. Prandaj është ndaluar imitimi i jo muslimanëve në çështjen e varrimit, po edhe në përgjithësi në jetën tonë. Prandaj varrezat duhet të jenë të thjeshta, pa harxhime të tepërta, pa shpenzime, pa mermer, pa gur, mundet vetëm t'i vendoset një gur te koka që të dihet varri i prindit që është, apo i fëmijut, i bashortit, bashortës tonë, si identifikim për shkak të shumë varreza, por jo më tepër se kaq harxhime në varrezat tona. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allah i ka mallkum qofshin qifutët e parë dhe të krishterë që kanë jetu pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët i kthyen varret e profetëve të tyre në faltore, hadith e parcel Buhariu dhe Muslimi në sahihet e tyne. Ka mallkim prej Resulullah sallallahu alaihi wasallam prej personave të cilët kanë shëndru faltore mbi varreze. Dhe Muhamedi alayhi salam ju friksu kësaj pune,
Prandaj edhe tha, la taj'alu qabri ida, mos ma bani varrin tim bajram. Bajram çka do të thonë ditë caktuar me shku edhe me e vizitu. Kam pa në vende të ndryshme të muslimanëve që varreza të ndryshme që pretendohet të jenë të sahabëve të pejgamberit alayhisalatu wasalam shkojnë edhe i vizitojnë në ditë të caktuara. Për shembull, çdo dile namaz sabahut vizitohet filan varri i filan sahabijut. Kjo është ndaluar në Islam. Që të bëhet sikur ditët e Bajramit që i dim, që të bëhet ditë caktuar me shku edhe me vizitu varrezat e caktuara. Prej sunetit është kur të shkohet në Medinë, me shku te varri pejgamberit alayhisalatu wasalam dhe me i dhan Assalamu alejke ya Rasulullah, Assalamu alejke ya Abu Bakr, Assalamu alejke ya Omar. Kështu ka qenë selami që i kanë bërë sahabët kur kanë shku te varri pejgamberit alayhisalatu wasalam. Kështu është edhe vizita jonë që duhet më u bë varrezave të prindërve tonë, të afërmit dashurve tonë, pa bë harxhime, pa ndërtu mbi to. Dhe po ashtu është e ndaluar që edhe të falemi në drejtim të varrezave, ose të ulemi mbi to. Thot pejgamberi sa mos ulni mbi varre dhe as mos u falni në drejtimin e tyre. Hadithin transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Sa vetë shohim neve për shembull gjatë varrimit të muslimanëve, varrezat të muslimanëve, që në fund bën bidate sikur që është leximi i tallkinit, lexim të Kuranit në varreza që s'kan të bëjnë me traditën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nuk ka bën një traditë tillë pejgamberi alayhi salam as për gratë e veta, as për 6 fëmijët e vet që i ka varros duke qenë gjallë, e as sahabët nuk kanë kënu për pejgamberin alayhi salatu wassalam në varreza kur ka vdekur Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Prandaj një traditë e tillë s'ka bazë në Islamin, në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj mos të bëjmë gjëra që nuk janë prej mësimeve të Allahut dhe dërguarit i Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe të fshehemi në petkun e pasimit të traditës së njerëzve e jo të traditës së pejgamberit e sam. Ne jemi të obliguar me pasu Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, Muhammedin alayhi salam, e jo të përcjellim traditat e baballarëve të cilët kanë pas tradita që në raste të caktuara kanë qenë në kundërshtim me traditën e vet Muhammedit alayhi salatu wassalam. Prandaj shoh gjatë leximit të këtyre bidateve që bëhen në varreza, njerëzit ulen mbi varreza të tjerëve. Kjo është ndaluar. E ka ndaluar pejgamberi sa ka thonë mos ulni mbi varre dhe mos u falni në drejtim të tyre. Namazi është ndaluar në varreza. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, lëni një pjesë të namazeve vullnetare të juaja për të falë në shtëpi dhe mos i shndroni shtëpiat e juaja në varreza. Në varreza nuk ka namaz, nuk falet namazi. Prandaj edhe ka thonë shtëpiat e juaja mos i shndroni në varreza. Se demek vetëm vorras nuk falet namazi. Prandaj edhe te Hanefijit e kanë ndaluar leximin e Kuranit për të vdekurit në varreza, se kanë thonë Kurani e pjesë e namazit, e namazi është i ndaluar me u fal në varreza dhe si e tillë edhe Kur'an me lexuar në varreza është e ndaluar. Për ata që fshihen pas mezhebit të Ebu Hanifës dhe i bëjnë gjëra të cilat s'kan bëjnë as me sunnet e as me mezhebin e Ebu Hanifës rahimahullah, i cili është i pastër nga këto bidatet. Prandaj shtëpijat që nuk falen të namazi edhe vullnetar, nuk e kam fjalën për farzet falen në xhami, namazet obligative falen në xhami, por namazet, sunetet e namazeve është mirë me i fal në shtëpijat tona. Ndaj është një traditë e mirë për shembull Mekë Medinë, me sezonet dhe ikametit është diku 10-15 minuta një pauzë dhe e din njëri. Thirë zani, i kam 10-15 minuta me marr abdes, më në shtëpinë time me fal 2 rekat, 4 rekat namaz nafile sa i ka sunet për shembull para drekës ose para iqindis, edhe pastaj në me dal deri në xhami. Dhe kjo është suneti i pastët i Muhamedit alayhi sallam, që një pjesë të namazeve tona vullnetare me elan me i fal në shtëpiat tona e mos më shndrua ato në varreza, se në varreza nuk falen namazet. Prandaj tha pejgamberi sa o Zoti im, mos e bëj varrin tim idhull put që të adhurohet. Hadithin e përcjell Imam Maliku në Muwatain e tij dhe
hadithi është sahih, është i saktë. Pastaj nuk lejohet edhe me u fal në drejtim të varrezave. Dhe është mirë xhamiat të cilat kanë varreza në oborin e tyne që të ndërtohet një mur ndarës mes xhamisë dhe vendit ku janë të varrosur. Edhe para, edhe anash që të kemi edhe ndarje fizike. E kjo është fjalë e dietarëve, të cilët kanë kërkuar që të ketë edhe ruhen më mirë ato varreza të cilët kanë domethënie historike që mos të futen njerëzit me i shkel të varreza dhe është ndaluar mes në për varreza dhe me shkel mbi varreza. E ka ndaluar Islami uljen mbi varr, ecjen mbi varreza edhe shkeljen e varrezave. Është ndaluar. Disa njerëz unë shoh bëjnë rrugë edhe kalojnë mbi varreza. Bile ka qenë traditë shumë e keqe tani në Prizren po flas. Kur kam qenë unë i vogël tash alhamdulillah është mbyll dhe është izoluar vendi i varrezave të vjetra të qytetit. Për shembull për ditë Shëngjergjit ose Karabashit që e quajnë në Prizren, që mat nëse s'gaboj diku me 5 maj ka qenë traditë gëzimit të njerëzve që dalin pranverë që s'ka të bëjë me traditën tonë islame, njerëzit delnin dhe e banin këtë manifestim mbi varrezat e vjetra të qytetit. Dhe tilnin me mija njerëz, shkelnin mbi varrezat muslimanëve, muzikë, lunin lojet kumorit, kumar me pije alkoholike, me disa rrathe me gjujt, se apo e qetë të shishe, asaj shishe pijes alkoholike me marë. Këtu bëheshin në varrezat muslimanëve. E pas të po pyesim, pse e kemi gjendjen çfarë kanë muslimanët sot? Arsye se jemi largu prej traditës profetike të Muhamedit alayhis salam. Jemi largu prej fesë Allahu Teala. Si mund të qëndrohen varrezat në vende të ahengjeve, të muzikës, kanë vdek njerëz, në vend se të përkujtohemi. Ka thënë pejgamberi sa el-an fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-maut. Në fillim u kam dalu vizitë në varreza, po pastaj në ka fundi tha pejgamberi sa tani u alejoj vizitoni varrezat se ato ju përkujtojnë juve vdekjen. Ndërsa për disa ishte vend jo i përkujtimit të vdekjes. Me përkundrazi ishte vend ku njerëz shkonin dhe i shfrenonin epshet e tyne dhe lunin, këndonin, pinin mbi varrezat e muslimanëve. Të gjithëve duhet të respektu dhe mos mua shkel varrin. Musliman qofshin apo jo musliman, varrezat nuk shkelen të nderuar vëllezër dhe këtë na e ka ndalu Allahu Teala këtë çështje. Prandaj nuk ndërtohet xhami, është e ndaluar me ndërtu faltore mbi varreza dhe është jo e pëlqyme, e urrejtur të falemi në drejtim të varreza. Por mundohemi që xhamiat ku ka varreza në oborën e saj të ndajmë edhe fizikisht në mënyrë që të dalim nga kjo çështje e urrejtjes së faljes në drejtim të varrezave. Ka thënë dietarët edhe vetë muri i xhamisë nuk është i mjaftueshëm nëse kemi përpara varreza, prandaj mundohemi me kriju edhe mur tjetër që mos të falemi në drejtim të varrezave. Bile Sheikh Albani ka një libër të mirë, po është temën nuk e kam për me zjat, Tahdhiru s-sajid min itikhadhi al-quburi masajid, tërheqje vrejtje për namazdiun, për atë që bien sejdë, që mos t'i marrin varrezat për mezide për faltore. Dhe unë kam pa vetë në për vendet të ndryshme të muslimanëve që i kanë tyrbet, ka varrin mrenda, edhe ka sejdë për rreth që njerëzit me fal namaz në ambientin e të vdekurit dhe kjo është e ndaluar me ndërum vëllezër, prandaj edhe duhet patur kujdes dhe prandaj edhe jemi këtu duke fol për disa gjëra të cilat nuk kanë të bëjnë me islamin, me tërheq vërejtjen. Për këtë çështje edhe po ashtu edhe vendosja e xhenazës, kur dhe me fal namazin e xhenazës, tu e fal farzën me në xhenazja, aty është një traditë e mirë te ne që xhenazat nuk janë hinë xhami brenda. Biles pa ku të një në Prizren edhe në vendet që i kom pa, nuk rri xhenazja të imami kur falet farsi. Rrin jashtë, e pastaj del imami jashtë edhe ja fal namazin e xhenazës.
dhe nuk lejohet që me fal namazin obligativ e me pas gjenazën për para që të e fal farzin, më u falë dhe më ranë sejde para këtyre gjenazëve. Allah në udhëzoft dhe në mundësoft insha Allah që me pasu atë çfarë Allahu është i kënaqur dhe me izbatu porositë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam deri në takimin tonë të radhës, mbeqim për kujdesin Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.